Mesazh i shkruar thjesht për hajgare. Sot është arsyeja se dy vajza të vogla kanë prindërit më të dashuruar në botë. Linda, një vajzë nga Podujeva e rritur në Gjermani, gjithmonë kërkonte dikë që e kupton jetën mes dy kulturave. Dhe këtë e gjeti pikërisht kur pa Petritin në Dua.com. Një djalë i qetë, punëtor nga Kosova, që jetonte në Gjermani si ajo. Ajo i shkroi sa për çik, por biseda nuk u ndal më. Nga mesazhet e gjata ditë e natë deri te takimi i parë në Köln, në mes të pandemisë. Një shëtitje e vetme mjaftoi që të dy të kuptonin se mes tyre kishte diçka të vërtetë. Edhe distanca mes Dortmundit e Stuttgartit nuk i ndau dot. Për një vit të tërë, ata mësuan të duan nëpërmjet ekraneve. E çdo takim i rrallë u bë moment i paharrueshëm. Në 2022 u martua në Kosovë dhe sot janë prindër të Vlorës dhe jetës së vogël. Dy vajza që rriten me dashuri, kulturë shqiptare dhe dy prindër që e gjetën njëri tjetrin aty ku nuk e prisnin. Dua.com ishte ura jonë, thot Linda. Mos ki frikë ta provosh. Dashuria të gjen kur nuk e pret.